e tërë krenaria është në dorën e Allahut te bareke wa taala. Andaj ai që është me Allahun te bareke wa taala nuk ka si të mos ndihet krenar. Sikur që ai që është larg Allahut nuk ka se si të mos ndihet i nënçmuar. Allahu te bareke wa taala ka thënë: "Men kana yuridu al-izza, falillahi al-izzatu jami'a." Ai që e dëshiron krenarin, le ta di se e tërë krenaria i përket vetëm Allahut te bareke wa taala. Pra nuk mund të jesh krenar nëse nuk je me Allahun te bareke wa taala, dhe nuk do të jesh kur krenar në qovë se nuk je me Allahun te bareke wa taala. Po kështu Allahu ka thënë: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqin la ya'lamun." E tërë krenaria i përket Allahut, i përket të dërguarit të tij dhe besimtarëve, por këtë gjë hipokritët nuk e kuptojnë dot. Pra nuk ka krenari jashtë fesë, nuk ka krenari jashtë bindjes ndaj Allahut te bareke wa taala. Nuk ka krenari jashtë nënshtrimit ndaj Allahut te bareke wa taala. Për këtë arsye, kush e do krenarin, ai duhet të drejtohet Allahut te bareke wa taala. Ai duhet ta di se nuk ka mundësi të jetë krenar ndryshe vetëm se me Allahun te bareke wa taala. Ata që kanë përjetuar dy periudhat, periudhën para islamike dhe periudhën islamike, din ta bëjnë këtë dallim më së miri. Dhe pikrisht nga ditët e para të Islamit, nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ne kemi atë thënien e tij të famshme, e cila është rezultati i këtij krahasimi ndërmjet dy periudhave. Ka thënë: "Ne jemi njerëz që Allahu na ka bërë krenar me Islam. Në qoftë se ne kërkojmë krenarin jashtë Islamit, Allahu do të na përçmoj, Allahu do të na përbuz, Allahu do të na nënçmoj."